Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Sot do flasim për shëmbëtyrën e dy bijve, bindja që vlen më shumë se çdo fjalë. Cili nga të dy bëri vullnetin e Atit, thot Krishti në këtë shëmbëtyrë. Pikërisht e kjo histori, Jezusi flet për dy djem. I pari thot, nuk dua të shkoj, por më pas pendohet edhe shkon. I dyti thot, po, do të shkoj, por nuk shkon. Njëri refuzon me gojë, por bindet me mënyrën e tjetuarit, ndërsa tjetri pranon me gojë, thot që do ta bëj, por mohon me mënyrën e tij tjetuarit, me veprim. Jezusi na tregon një të vërtetë thelbësore, pikërisht këtu. Zoti nuk impresionohet nga fjalët tona miq, por nga bindja jonë. Një figurë historike që mishëron këtë të vërtetë është Dietrich von Hildebrand, filozofi gjerman, i cili në fillim ishte thjesht një mendimtar i krishterë, por kur përballë me nazizmin, ai kuptoi që besimi nuk mund të mbetej teorik. Ky person refuzoi kompromisin. U largua në mërgim dhe rrezikoi jetën për të qëndruar besnik ndaj së vërtetës. Ai shkroi, besimi që nuk shndrohet në veprim shndrohet në iluzion. Ai zgjodhi të ishte si biri i parë, fillimisht i pasigurt, por përfundimisht i bindur. Siç dhe Aristoteli tha, e vërteta e karakterit nuk matet nga fjalët, por nga zakonet. Mlejoni të ndaj për ju disa të vërteta të rëndësishme. E para, pendimi ka më shumë peshë se premtimi. Biri i parë ndryshon mendje. Pendimi është kthes e vërtet, 180 gradë, jo ndjenjë kalimtare. E vërteta e dytë, fjalët pa vepra janë formë bosh. Biri i dytë ka gjuhën fetare, por një jetë të pabindur. Një jetë hipokrite. E vërteta e tretë, Zoti kërkon bindje konkrete, jo po të bukura, por po të jetuar. Perëndia nuk kërkon elokuencë, por bindje. Shoqëria jon vlerëson imazhin, dukjen, çfarë themi, si dukemi, çfarë deklarojmë publikisht, por Jezusi vlerëson autenticitetin, originalitetin. Atë që është sinqert, e vërtet, çfarë bëjmë kur askush nuk na sheh. Kierkegaardi do thoshte, të krishterë nuk bëhemi duke folur për Krishtin, por duke e ndjekur atë çdo ditë. Ndaj pyetjet që kam për ju janë këto. A jam më shumë biri që flet bukur apo biri që bindet realisht? A ka ndonjë po në gojën time që nuk është po në vepra, në jetën time të përditshme? Ku po më thret Zoti të kaloj nga fjalët në veprime? Miq, bindja juaj sot mund të duket kështu. Të falësh kur është më e lehtë të justifikohesh. Të shërbesh kur askush nuk të lavdëron. Të qëndrosh për të vërtetën edhe kur kjo të kushton gjithçka. Me këto të vërteta në mendje, le të lutemi së bashku. Perëndi i dashur, më çliro nga besimi që vetëm ka fjalë, por nuk vepron. Më jep guximin të jemi bindur dhe kur bindja kërkon pendim dhe ndryshim. Mos më lër të jem një bir që thot vetëm po me buzë, por jeta nuk është në sinkron me fjalët. Më jep ulësi, bindje ndaj fjalës sënde, integritet moral dhe qëndrueshmëri për të vërtetën. O Zot, bekoj gratë dhe burrat që po ndjekin këtë mëngjes, familjet dhe fëmijët e tyre. Rrethoj me të mirat që burojnë prej Teje, udhëhiqi dhe drejtoj Ti, të bëjnë vullnetin tënd, në emrin e Jezusit. Amen. Zoti çliroft të drejtët nga hipokrizia dhe bekoft jetët e tyre. Kjo është lutja ime sot, miq. Mezi pres ju takoj sërish nesër në meditimin e ditës. Deri atëherë, Zoti me ju. Miru takofshim.